بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء تيما lidhje me abdestin, Kitabu Tahara, kapitulli pastërtisë, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, i Hafidh ibn Hajar Asqalani me koment të Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Lidhje me abdestin, sfare ka përmendur një hadith an Abi Huraira radhiyallahu anhu, transmetohet nga Abu Huraira, Allah i qoftë i kënaqur me të. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, hadithi është i njohur, laula an ashqa ala ummati, laula an ashqa ala ummati, sikur të mos ishte e vështirë për ummetin tim, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, do t'i obligoja ummetin tim me miswak çdo namaz. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكر البخاري تعليقا. كم يقول درس تكالوا لي مكة حديث. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الوضوء. الوضوء دنطات أبدست هو التعبد لله بتطهير الأعضاء الأربع. pastrimi i katër pjesëve të trupit që bëhet me niyet adhurimi. Huwa at-ta'abbud lillah bi tathhir al-a'da al-arba'. Pra katër pjesë të trupit, al-wajhu, fytyra, wal-yadayn, duart, wal-ra's, koka, wal-rijlayn, dhe këmbët deri tek nyjet. Hadha huwa al-wudu' shar'an. Ky është abdesti në aspektin terminologjik, pra në aspektin e shariatit. Pse themi ta'abbud lillah, kur është për qëllim adhurimi, sepse nëse ne marrim abdes, krejtësisht në formën e abdesit e marrim, mirë po nuk e bojmë niyet me marr abdes, atëherë është e kotë. Pra është shtyll niyeti, siç është shtyll në namaz, në agjerim e kështu me radhë. إذا أردت أن تعرف معنى الوضوء نسدون ما كوبتو ستششت بالكوبتيم تشليم أبديسي في كتاب وفي السنة قرآن ذا السنة فاعلم أن الوضوء هو غسل الوجه دي براسة أبداز دون برفشين لاريا افتورس ومنه المضمضة والاستنشاق دوك برفشي فوتين إذا نقوي تأويت dhe në hund, al-madmada wal-istinshaq, wa ghasl al-yadayn min atraf al-asabi' ila al-mirfaqayn, dhe larja duarve deri nga fillimi i gishtrinëve deri tek brylat, duke përfshi brylat. Wa mashu ar-ra'si kulli, dhe dhenja mes kokës. Wa minhu mashu al-udhunayn, dhe këtu përfshihet mesi i dy veshëve. Wa ghaslu ar-rijlayn ila al-ka'bayn, dhe përfshihen dy këmbët deri tek kyçi pra nyjet. Wa hadha huwa al-wudu' shar'an. Ky është abdesi i ligjshëm. Më vonë do të përmendim më detajisht. Wa huwa ibadatun min ajli al-ibadat. Ky është një prej ibadeteve më të dashura të Allahut. Marrja abdesti është për vepra më të dashura të Allahut. Për këtë pejgamberi alayhis salatu wasalam rattaba an-nabi alayhis salatu wasalam maghfiratu adh-dhunub, shlyes i mëkateve. Marrja abdesit është shlyes i mëkateve. Wa akhbara anna al-insan kullama tawadda'a kharajat khataya a'dha'i ma'a akhir qatrata min al-ma. Dhe na ka përgëzuar pejgamberi alayhis salatu wassalam që me pikat në pjesët e gjymtyrëve të trupit kur marrim abdes, çdo pikë që bën edhe mëkatet. Pra kur e lajm fytyrën, duart, ato pikat që i shohim ne duke ra, kështu robi pastrohet nga gjunahet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përgëzuar ato që merr abdes se do t'i falen gjunahet. Fa huwa ibadatun yanbaghi lil-insan, pra kjo është një ibadet madhor që njeriu kur merr abdes duhet ta ketë në jetën e tij të pastër, dhe gjatë marrjes së abdesit duhet ta kujtoj se është duke e
praktikuani urdhët e Allahut. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, idha qumtum ila salati, kur doni me fal namaz, faghsilu wujuhakum, pra i përmend Allahu këtë ajet, pastrimin e fytyrëve dhe vazhdon. Dhe duhet të ndjej annahu mutaassin bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe duhet të ndjej gjatë marrjes së abdes, sa ai është duke ndjek sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj فإن النبي صلى الله عليه وسلم pejgamberi عليه الصلاة والسلام توضأ كما جاء في القرآن والوضوء شرط لصحة الصلاة. Dhe namazi është i kot pa marrë të abdesit, pra është kusht për të pranu namazi. La yaqbalu Allahu salaten bighayri wudu, ka ardhur në hadithe të qarta që nuk pranohet namazi pa abdes. Madje nëse nuk ka ujë, atëherë duhet merret tejmum. Kjo tregon peshën e madhe të abdesit. Wal wudu wajibun lis-salah wa mass al-mushaf, pra kërkohet namaz kur lexohet Kur'ani, kur bëhet tawafi, vetëm se ka konsensus që është domosdoshme marrja e abdesit vetëm për namaz. Ndërsa sa i përket tawafit, leximit të Kuranit, aty ka hapësirë dhe mund të ketë mendime të ndryshme, por çka është me ijma, me konsensus që duhet të ketë patjetër abdes, është çështja e namazit. Wal wudu'u sifatani, abdesi ka dy forma. Sifatun mujzi'a, forma që mjafton që të kesh abdes, wa sifatun kamila, dhe forma më e përsosur dhe përkryer. Fal mujzi'atu, e pranuar dhe forma abdesit që do të mjafton të që të kesh abdes është an yaghsila wajhahu wa yadayhi lil mirfaqay wa masa bi ra'si wa dhunay wa yaghsil rijlayhi lil ka'bayn marratan wahida. Pra, nëse e lan një herë fytyrën, byrylat, i dhep mes kokës dhe veshve, edhe i lan këmbët deri tek nyja vetëm një herë. Kjo është një formë që namazin e ke, abdesin e ke në rregull. Por forma ma e përkryer është ajo që përmendim tani në hadith, inshallah, siç ka në hadithin e Uthmanit radhiyallahu anhu. Wal wudu'u lahu wajibatun wa lahu sunan. Prej abdesi ka gjëra të domosdoshme që janë patjetërsueshme dhe ato që janë sunene. Prej suneteve për shembull është, siç e përmendëm, hadithin që e ka filluar këtë kapitull apo këtë temë me hadithin e pejgamberit sa marrja miswakut. عن حمران أن عثمان دعا بوضوء. Amran transmetohet, hadithi është Bukhari dhe Muslim. Tani Amran ibn Uthman e përshkruan Maula, Allahu ala Maula, bëhet fjalë për një njeri që ka qenë rob për shembull i Uthmanit, pastaj është liru, edhe quhet Maula. Zakonisht përdoret kjo shprehje, Maula, apo pejgamberi sa të sa me ka marrë dikon robe që ka pranuar Islam e ka liru, dhe ky tani më quhet Maula. Amran ka qenë Maula li Uthman radhiyallahu anhu. Amran Maula min mawali Amir al-Mu'minin Uthman ibn Affan. Këtu Sheikh Uthaymin zakonisht kur shpjegon ndonjë hadith në transmetim ja jep kanë sqarim të bukur në lidhje me transmetuesin. Për shembull, na jep një dobi për Uthmanin, na jep një lloj rikujtimi të historisë apo njohurisë që kemi për Uthmanin radhiyallahu anhu. Dhe thotë transmetohet nga Amir al-Mu'minin, prisi besimtar Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ashtu siç nuk ju fshehet thot juve, pra është e ditur për juve, ajo është khalifi i tretë, Uthman ibn Affani, khalifja i tretë i këtij ummeti, pra Abu Bekri, Omeri, Uthmani. Fa awwalu khalifa awwal khulafa Abu Bakr. I pari khalifa është Abu Bekri, i dyti është Omeri. E dini që Abu Bekri afërsisht 2 vite e ca muaj ka qenë khalife i muslimanëve, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë khilafeti do të vazhdon 30 vite. Pastaj do të ketë mbretëri. Dhe nëse i meditoni pra vitet e këtyre khalifeve, Abu Bekri ka pas 2 vite të khilafetit, më tej ka ardhur Omeri, afër 12 vite, mos gabofsha. Mandej ka ardhur apo 10 vite, Omeri edhe sa muaj. Pastaj ka ardhur Uthman radhiyallahu anhu, i cili ka pas më shumë vite. Më shumë se 12 vite ka, apo deri në 14 vite ka pas Uthmani radhiyallahu anhu.
Më tej ka ardhur Aliu radiallahu anhu 4 vite e disa muaj, kanë mbetur edhe pa u plotësuar 30 vite, kanë mbetur edhe 6 muaj edhe ka marrë khilafetin Hasani radiallahu anhu. Djali i Aliut radiallahu anhu, i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Si në bo 6 muaj, pothuajse është përmbyll ai wahi, si me thonë, fjala pejgamberit alayhis salatu wassalam që ka qenë që dëshmuar që i dërguami Allahut, dhe është tërhek Hasan radiallahu anhu dhe ka marrë udhëheqësinë Muaviu radiallahu anhu. Khalifja Uthman është dhëndri pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka qenë i martuar me vajzën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka vdek, pastaj e ka marrë vajzën tjetër, edhe ajo i ka vdek. Dhe është quajt Dhun Nurejni, ai që i ka pas 2 drita. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sikur ta kish edhe një vajzë tjetër, do ta martoja me Uthmanin. Pra, kjo tregon peshën e madhe që ka pas Uthmani radiallahu anhu, është ai i cili ka të bu Kur'anin. Uthmani është ai i cili ka të bu Kur'anin. Uthmani është atij që u bë padrejtësi. E kanë rrethu shtëpinë e tij Khavarejt, dhe ka qenë koha haxhit ku shumica kanë qenë në haxh, dhe pothuajse nuk dhe Uthmani e ka kuptuar se qëllimi është vrasja e tij, ka urdhëruar askush të mos e mbrojë atë, që nëse të ndodh një gjakderdhje, të ndodh vetëm një njeri të vritet, ai është Uthmani, dhe e ka arritur pothuajse atë qëllim. Dhe dietarë thonë, sikur të mos kishte të mira Uthmani, vetëm këtë mirë që e ka sfidu jetën e tij për mirujt gjakun e muslimanëve, do të mjaftonte. Pra ky është Uthmani radiallahu anhu. Dhe tani, Uthmani radiallahu anhu përmendet në çështjen e abdesit, sepse është sahabiu i cili e ka thirrë këtë Amranin dhe i ka thonë, ma bjeni enë me ujë, edhe t'ju tregoj që si ka marrë abdes pejgamberi alayhis salatu wassalam. Na ka mësuar praktikisht. Jo vetëm me shqiptim dhe me sqarim gjuhësor, me gjuhë, mirë po me sqarim gojor, por edhe me praktikim. Dhe faghasala kaffayhi 3 marrat. Thot Humran radiallahu anhu, thot da'a bi wudu'in kathir, pra në kathir, më ka thënë, ka kërku me pas një enë me ujë. Faghasala kaffayhi 3 marrat. I ka la duart deri tek nyjet. 3 herë. Pra, kjo është sunne. Me la duart deri tek nyjet sunne. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthar. Pastaj e ka marrë me plombën e dorës së tij, e ka futur në gojë, në hund, edhe e ka kthy. Këtu forma më saktë që ka në transmetime është që një herë me një grusht të dorës, 3 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar. Kjo është më e sakta. Transmetimet më të sakta që kanë ardhur është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një grusht të dorës, pra e ka futur në gojën në hund me një herë, pastaj e ka rikthy ujë. 3 herë ka vepruar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Wastanthar, pra të madhmada është me fut ujin në gojë. Wastanshaqa me fut në hund, wastanthar është me rikthy ujin nga hunda. Thumma ghasala wajhahu 3 marratin, pastaj e ka pastruar fytyrën e tij 3 herë. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfiq 3 marrat. Pastaj e ka la dorën e tij të djathtë deri tek bryli, ila al-mirfiq 3 marrat, pra duke përfshirë dhe brylin. Thumma al-yusra mithla dhalik, pastaj të majtën po ashtu. Thumma masaha bi ra'sihi, pastaj ka dhënë mes kokës. Thumma ghasala rijlahu al-yumna, pastaj e ka la këmbën e tij të djathtë ila al-ka'bayn 3 marrat, deri tek pra kyçi, nyjet e këmbës 3 herë. Thumma al-yusra mithla dhalik, pastaj të majtën dhe ka thënë, thumma qal, pasi ka vepruar kështu Uthmani radiallahu anhu, ka thënë, ra'aytu rasulallahi nahwa hadha tawadda nahwa wudu'i hadha. Kështu e kam pa pejgamberin alayhis salatu wasallam duke marr abdes. Fa Uthman radiallahu anhu, thot Sheikh Uthaymeen rahimahullah,
Uthmani radiallahu anhu ka dashur me mësuar njerëzit se si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. من فوائد هذا الحديث nga dobit e këtij hadithi është فهذا هو الوضوء الكامل الذي كان يفعله وقد قال الله تعالى وصلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث nga dobit e këtij hadithi është أن التعليم تواضع الصحابة حيث تواضع الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. Modestia e sahabeve. Ai khalifi muslimanëve. Pra ka bërë një vepër tejet tawadhu, pra me modesti. Kjo tregon që sahabët nuk kanë pas mendjemallsi, nuk kanë qenë arrogant, nuk kanë ndjek keq që shfaqin praktikimin e sunetit, qoftë edhe me fizikun e tyre. تواضع الصحابة أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. Mësimin praktik është më ndikues se sa mësimin në teori. Thot Sheikh Uthaymin rahimahullah. لأن المشاهدة يكون فيها فائدتان. Sepse ai çështje i ka pra dy dobi. الاطلاع على معرفة الشيء. Pra e vështron diçka çështje. Edhe e dyta, pra shë me sy, nuk është si me dëgju, si kur me pa. Dhe dyta, në l'insani dhe shahede shej, kur njeriu e sheni diçka, e mëson përmendsh më mirë, i kujtohet më mirë. Wasare tasawwaruhu daiman wala yansa. Dhe nuk e haron. Dhe ne i kemi sa për dobi këtu, ne fjalë që i kemi dëgju, për shembull mezhliset ulemave që i kemi dëgju gojarisht dhe kemi qenë prezent, i mbajmë mend shumë se sa ndoshta ato që i lexojmë libër apo që i kemi dëgjuar nëpër kaseta apo nëpër ligjërata të ndryshme. Por ato që i kemi dëgjuar gojarisht pra apo në mezhliset e dietarëve, ato domethënë na mbeten kujtime janë më të ngulitura. Pastaj kanë ardhur disa hadithe wa alin fi sifat al-wudu, transmetohet nga Ali radhiyallahu në formën e abdesit, ka thënë pejgamberi ka thënë ومسح برأسه واحدة. Transmetohet nga Aliu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka dhënë mes kokës, ka marrë mes vetëm një herë. Vetëm një herë. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم, transmetohet nga Abdullah ibn Zeid ibn Asim i cili është në Buhari dhe Muslim, ka thënë ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه, ka dhënë mes kokës së tij, فأقبل بيديه وأدبر. Pra nga lart te poshtë. وفي لفظ لهما, në një transmetim tjetër thuhet bada'a bi muqaddami ra'si, ka filluar nga balli i tij, nga fillimi i flokëve. Fa hatta dhahaba bihima ila qafa, derisa ka shku deri tek kafka. Thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, pastaj është kthy në këtë formë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me dy durët ka filluar nga këtu deri poshtë, pastaj është rikthy nga ka filluar. Po ashtu hadithi që transmeton Nesai dhe Abu Dawudi wa Sahih ibn Khuzaimah an Abdullah ibn Amr, ka thënë thumma masaha bi ra'sihi, ka dhënë mes kokës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa adkhala asba'aihi as-sabbahatayn, dy gishta tregues, sabbahatayn pra këta, dy gishta tregues i ka fut në vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi udhunay wa masaha bi ibhamahuma, dhe i ka dhënë mes me dy ibham. Ibhamin këta. Zahiru dhunej, pra mbi sipërfaqen e veshëve. Fi hadha al-hadith kayfiyat sifat al-wudu, pra po ashtu në këto hadithe na qartësohet forma e abdesit. Wa dhalika al-wudu ibadan min al-ibadat. Pra po ashtu thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, wa'lam annahu yukrahu lil-insan an yazida an 3. Nuk preferohet me shtu ma shumë se sa 3 herë kur të merr një abdes. Sepse bel ba'd al-ulama yara tahrim dhalik. Disa dietarë shohin që është haram me 4 herë me dhon fytyrës. لأنه صلى الله عليه وسلم
sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam tawadda marratan marra, wa marratayn marratayn, wa thalathan thalathan. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka marr abdes, wa qal, dhe ka thënë, men zada ala dhalika, kush shton nga kjo që po marrun abdes, faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Vetëm se ka bo vepër të keqe, i kalu kufit dhe ka bo padrejtësi. Wa kadhalik yukrahu an yaghsil al-insan ra'sahu badalan an mashihi. Po ashtu është e urryer që në vend mesit kokës me la kokën. Është vepër e urryer. Wa man ghasalahu bi hujjatin anna dhalika anzaf min mashihi faqad kana dhalika bid'ah. E kush mendon thot hajt tash më mirë unë pe pastroj kokën, ty marr abdes, pe pastroj kokën më mirë se sa mesi, thot kjo është bid'a. Wa huwa lil ithmi aqrab minhu ila salama. Kjo është më afër gjunahit se sa me shpëtuar nga gjunahi. Pra, nga ky është një mësim i madh që çështjet e ibadetit, çështjet e fesë nuk janë ashtu siç ti mendon, por janë ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra duhet ndalemi të kufit. Duhet ndalemi tek suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Asnjëherë të mos e ngarkojmë veten më shumë se sa na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hatta in ba'd al-ulama yaqul, disa dietar thon, law ghasala ra'sahu badalan min mashihi. Nëse dikush e lan kokën e nuk e jep mes, çfarë thon? Lam yujzi'uhu, nuk i pranohet atij abdesi. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, men ghamila amila laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush e bën një vepër që nuk përputhet me sunetin tonë, ajo është e refuzuar. Wa fi kayfiyati al-wudu dalilun ala rahmatillahi ta'ala. Forma e abdesit është se si e ka lehtësuar Allahu për robën e tij me marr abdes. Kjo është mëshirë për robërit e tij. Dhe këtu ka një urtësi, thot Sheikh Uthaymini. Undhur ila ras mathalan. Shiqoje kokën. Fa innahu yumsahu wa la yughsal. Koka duhet i jepet mes kokës, por jo të pastrohet. وذلك لأنك لو غسلته لنزل الماء إلى الكتفين والصدر, sepse nëse ti e lan kokën gjatë abdesit, atëherë ujit ty të bjen thot në gjoks, Sheikh Uthaymini, ujë, të bjen në shpatulla, është e vështirë. Wala siyama idha kana shakhs kathir ash-sha'r, veçanti kur njeriu ka flokë shumë dendura. Fa innahu yata'alla wa yata'adha fi ayam ash-shita, zakonisht gjatë dimrit është e vështirë për njerëzit. Fa min rahmetillahi annahu ja'ala ar-ra'sa la yughsal. Mëshira Allahut për robërit e tij që nuk ja ka lehtësuar Allahu, nuk ja ka vështirësuar Allahu robërit e tij çështjet e ibadetit. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Nuk ju ka vënë vështirësi. Inna ad-dina yusr. Feja është e lehtë. Yuridu Allahu bikum al-yusr. Allahu don për juve ajetin. Allahu don për juve lehtësim. Wala yuridu bikum al-usr, dhe nuk don vështirësi. Prandaj është nga ka mësime të mëdha në marrjen e abdesit. Wa Nabi Hurajra radhiyallahu anhu qal, po ashtu transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga Bureja që thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha stayqadha ahadukum min manamih, kur të ngritet dokush prej gjumit, falyastanthir thalathan, 3 herë dhe ta fut ujin në hund, fa inna ash-shaytanu yabitu ala khayshumihi, sepse shejtani flen, qëndron në khayshumihi. Khayshum është 2 vrimat të hundës, muttafaqun alayh, dhe hadithi është sahih, Bukhari dhe Muslim. Kështu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Wa anhu pashtu transmetohet idha istayqadha ahadukum min nawmih, kur ndokush për juve zgjohet nga gjumi, fala yaghmisu yadahu fi lina, mos e fut dorën e tij në ujë, hatta yaghsiluha thalathan, derisa ta pastron 3 herë. Fa innahu la yadri ayna batat yadahu, sepse ai nuk e di ku i ka shku dora. Muttafaqun alayh. متفق عليه. هذا الحديث من أمور الغيب. Çfarë Sheikh Uthaymini, ky është hadith që na flet se të fshehtën dhe të ardhmen apo të fshehtën nuk e din askush posa Allahu. Pra është prej haditheve që argumentohet se askush nuk e din të ardhmen apo të fshehtën. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur të zgjoheni, pastrone duart
se nuk e di ku ka shku dora. Pra, është çështje që e kërkon shariati në të gjitha aspektet pastërtinë. Dhe njeriu është duke vjetur dhe nuk e din, pra është i pavetëdijshëm. Kjo është argumenti të Sheikhut Uthayminit që askush nuk e din të fshehten. Askush nuk e din të fshehten. Dhe argumenton, ka thënë Allah alimul ghaibi fala yudhara ala ghaibi ahada ayati. Faqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith. Po ashtu në hadithin që përmendi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka qartësuar se në shejtani e bitu ala khayshumati ibn Adam. Shejtani flan tek vrimat e hundës birit Ademit. Kull lejla, çdo natë. Fa inna shejtani yattakhidhu mabitan ala khayshumati ibn Adam min al-dakhil. Pra nga brenda, sigurisht këto për ne janë çështje sekrete, të fshehta. Ne i besojmë. Pra, ne besojmë shejtanin, ekzistimin e shejtanit, njeriu ata që hedhin dyshime dhe mundohen me devjuar, ata janë pabesimtar. Ne besojmë me lajket, e xhinet, shejtanin, e besojmë shpirtin. Pra, si me muhu njeriu shpirtin, si me muhu shejtanin, është i barabartë. Pra, a e sheh do të thonë njeriu shpirt, nuk e sheh. Është për çështje të fshehta, dënimin varur për çështje të fshehta. Pra, ky libër Allahu ka thënë në Kur'an, "Dhalikal kitab la raiba fi." Ky është libër që asnjë dyshim s'ka. Është udhëzim për devot ata që besojnë fshehtë. Ne besojmë, për këtë dallohen prej pabesimtarëve. Për këtë dallohen për këtë jemi besimtar. Për këtë jemi besimtar. Istislam, fjala musliman do thotë me ju nënshtru. Pra mundohen me deviju, disa të devijuar, është për qëllim paqë, është për qëllim këtë, është për qëllim. Fjala islam, selam, islam do të thonë nënshtrim, dorëzim, ju nënshtru. Pra ne i nënshtrohemi Allahut. Për këtë jemi musliman. Por fjala mu'min edhe më e lartë, e besojmë. Pra besojmë çdo send që na ka thonë Allah azza wa jall. Ato që na percepton mendja, ato që s'na percepton mendja. Pra mendja jonë është të kufizuar. Ne, do të thonë, kemi probleme, nuk e rregullojmë dot nëse kemi probleme me telefonat tonë. Duhet me gjeti njëri që na mëson. Kemi probleme, domthonë, çështjet thelbësore të jetës që çdo ditë i kemi para syve tona, ne nuk mund t'i kuptojmë. Kjo është mendja jonë e kufizuar, po don ti me fut dyshime në atë që ka thonë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj atë që na ka thonë pejgamberi alayhis salam, se si qëndron shejtani, tek qëndron, ne e besojmë. Sahabët kur kanë praktikuar sunetin e pejgamberit, fjalët e pejgamberit alayhis salam i kanë marrë, më njëherë i kanë futur në praktikë. Sahabët e pejgamberit alayhis salam, prandaj ne e besojmë që shejtani, ashtu siç ka në hadith, pra flan në vrimat e hundëve të njeriu. Çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam? Thumma ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن تستنثر 3 مرات بأن تستنشق الماء ثم تستنثره سواء كان ذلك في الوضوء غير الوضوء. Pra, pjesë mësimit më të rëndësishëm që do ta merrni sonte është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dhe po shpjegon Sheikhul Uthaymin rahimullah, pavarësisht a merr ti abdes kur zgjohesh apo nuk merr abdes, 3 herë ujin e fut në hund dhe e tërheq, që me largu djallin. سواء كان في ذلك في الوضوء pavarësisht a është në abdes, a merr abdes apo غير الوضوء. حتى لو فرض على الإنسان في بر وليس عنده ما يتوضأ به وكان يتيمم للصلاة فإنه يستنثر 3 لأجل أن يزيل الأثر. Pra duhet ta evitoj ato gjurmët të djallit dhe të pastroj veten. وهذا لولا أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ما علمنا به. Sikur të mos na kishte mësuar pejgamberi alayhis salatu wasallam, ne nuk do të dinim këtë çështje. Nuk do të dinim. Për këtë, kur zgjohemi nga gjumi, e fusim 3 herë ujin dhe në hund dhe e pastrojmë. Kemi një hadith, Bukhari e përmend dhe Muslimi po ashtu, hadithi është i njohur. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, "Yaqidu ash-shaytanu ala qafiyati ar-ra's ahadikum." Shejtani e lidh një nyje prapa qafës birit Ademit, kokës birit Ademit. Idha huwa nam 3 uqad. Kur të flenaj, kur të pushon, kur të zë gjumi, 3 nyje i lidh djalli. Tek pra lidhja e kokës me trupin që është kjo pjesa e qafës. 3 ja bën 3 nyje. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Yadribu kulla uqdatin alayka leylun tawil farqud. Pra 3 nyje gjatë natës i kit lidhura për djallit.
për shejtanit. Fa in istayqadha fa dhakara Allah, në kur njeriu zgjohet edhe përmend Allahun. Pra e përmend Allahun, la ilaha illallah, subhanallah, e përmend Allahun subhanallah. In hallat uqdatun, një ju zgjidh. Pra kanë me dy tjera. Fa in tawadda in hallat uqdatun, nëse merr abdes, shkputet edhe nyja tjetër. Fa in salla in hallat uqdatun, dhe nëse falesh, atëherë e shkput e zgjidh edhe nyjen e tretë. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, dhe njeriu zgjohet i shkath, pra i lehtë. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, përndryshe do zgjohet i lodhur, i mulisur, kaslan, pra i lodh. ومثله أيضا حديث أبي هريرة باشطو حديث pejgamberit صلى الله عليه وسلم që kur njeriu zgjohet nga gjumi, hadha am yashmi nawm al-layl wa nawm an-nahar. Kur zgjohet nga gjumi ti pastron durr. Pra i kemi dy çështje, pastrimin e durrve dhe marrjen e abdesit. Apo edhe futjen në hund kur zgjohemi. Nëse marrim abdes është më e mira, por e para mi pastru durrt. Idha stayqadha ahadukum min manami, dhe kjo zakonisht enet në kohën e pejgamberit sa uji nuk ka qenë domethënë jetën në kohën në të cilën po jetojmë me pas ujin këtë formë, këtë mënyrë, pra kanë pas ena, është dashur me rujt ujin, me qenë kujdesshëm, dhe kur zgjuan njerëzit nga gjumi, kanë qenë pa kujdesshëm, kanë fut dorën domethënë uji kanë marrë, kështu që është kërkuar që spari mi pastru durrt. Fala yaghsiluhu fil ina, pra jo pa i lë durrt me fut dorën në ujë, në enet me cilët pra është përdorur për abdes, për ushqim e kështu me radhë. Kjo tregon edhe pastërtinë e lartë që kanë pas muslimanët. Islami është i pastër në gjitha aspektet. Islami është i pastër në gjitha aspektet. Shifni pra që në shtëpijet tona lejohet me majt mace, por jo qenë. Jo qenë, sepse qeni i shkutë që ta fuzin është i papastër. Pra, më e pastërta të një krijesë mund të jetë gjuha. Gjuha. Dhe qeni, pikrish nëse prek enën, duhet 7 herë, 6 herë me ujë, 1 herë me dhej. Pra, më e rëndësishmja gjuha, më e pastërta, ajo është në dytë të qeni. Dërsa të macja dhe nëse miu në kap, me gjuhë, dhe ja më të gjuhë nëse njeriu, nëse kafshë, pra ajo macja nëse e prek, është e pastër. Fuqia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata që janë thellum mjeksi dhe i dinë këto, vetëm jo mjekësia me na vërtetu islamin, se kjo është rruga e Ikhwanul Muslimin. Asnjëherë ne nuk shkojmë këtë mënyrë me na shkenca me na vërtetu Kur'anin. Por e vërteton vetëm diturinë që aspektin shkencor dhe mjekësi mund ta vërtetoj që është e saktë. Por ndryshe asnjëherë nuk shkon muslimani me i vërtetu gjanat me shkencë. Absolutisht. Kjo është mendje mangët dhe cekët e pasuesve të bidatit që nuk i kanë qarta. Pra asnjëherë. Sepse shkenca këto mund të jenë alternative, mund të jetë njeriu, mund të jetë ignorant, do thotë unë jam shkencëtar, njerëz mashtrohen pas tij dhe ai i thellon gjëra të kota. Por asnjëherë nuk ka bon Islami, Kur'ani, Suneti e pejgamberit alayhis salatu wasalam, fjalët e pejgamberit. Prandaj sot që nëse krejt mjekësia thot macja është e papastër, për ne muslimanët është e pastër. Nëse krejt mjekësia dunjaja ngritën dhe thonë qeni është i pastër, ne i themi është i papastër. Edhe pse këto, elhamdulillah, neve e shohim që asnjëherë nuk bin dash çdo gjëra. Se Islami është fe e natyrshmërisë. Është fe e natyrshmërisë. Pra këto çështje ishin të përmendura te abdesi. Nuk përzasim më shumë sonte, mjafton kjo inshallah, lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shtojë diturinë dhe të na përmirësojë gjendjen tonë. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po